sot, me fillim nga ora 10 është parapar të nisë vazhdimi i 11 i seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës. Në seancën e mbajtur të shtunën e datës 3 maj, nuk u dha fare përgjithësimi lëvizjes vetëvendosje për kryetar të Kuvendit. Siç dihet, LVV-ja vazhdon të mbajë Albulina Haxhiun si të preferuar për pozitën e të parës së Kuvendit. A do t'ja arri votat dhe numrat lëvizja vetëvendosje? Do flasim sot së bashku me Adrian Zeqiri, analist. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studio. Mirëmëngjes. Por njëkohësisht kemi dhe kolegun tonë gazetarin Ardian Gaxheri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Gonxhe. Do të kemi dhe lidhje direkte me miq të dashur për të parë se a janë nisur deputetët e rinj të Kuvendit të Kosovës drejt seancës. Është hera e 11, seanca e 11 konstituive dhe hera e 6, nëse s'gabom, apo e 7, ku Albulina, sot s'dia do të refuzohet, nuk e dim, por të paktën 5 herë të tjera është refuzuar vazhdimisht. Si e shihni ju këtë? Po duhet mi përsërit fjallë të njëta. Mirë po, e njëta gjë është duke ndodhur çdo 2 ditë dhe sigurisht është lodhje edhe për gjithë shikuesit, edhe për gjithë votuesit, edhe i zhdasht edhe për ata brenda Kuvendit të Kosovës, deputetët. Në backstage, sa po fillon të emisioni, bisedu me kolegët e juj, njëne e pati një ide të mirë, tha, mi mbyll në konklav, së kur zgjedhjen e papës, edhe mos milion me dalë prej aty, deri sa të bëhet zgjidhja ta gjejnë një kandidat. Është vërtet, është duket qesharake, po në të njëjtën kohë është shumë serioze që vendi vazhdon të mbetet pa institucione. Të gjitha veprimet politike që i kemi pa deri tash tregon që nuk ka ndryshim në pozicione. Në psikologji kja quhet kosto e fundosur, kur ti investon në një çështje, edhe e shet që nuk është të shku mirë. Kush është fundosur në këtë rast? Po ti, në vend që të tërheqesh, fillon me investu alo ma shumë me shpresën që dyqysh ka me dalë mirë. Po fundosemi të gjithë? Në këtë rast, mendoj se është një kosto e fundosur e lëvizjes vetëvendosje që ka investu ka shumë në një kandidat. Kosto e fundosur edhe e pozitës që është barikadu në këto qëndrime, dhe më thonë, momentalisht janë duke u investu ma shumë në fundosjen e shit në qëndrimet të cilat nuk dalin prej kësaj situate. Mirë, do të kthehemi në studio përsëri, vese me dashur tani kemi një lidhje direkte, është kolegja jonë Qëndresa Tëshani, cila ndodhet afër Kuvendit të Kosovës dhe t'i marrim të rejat e fundit, zhvillimet e fundit që vinë nga atje. Qëndresa, po na dëgjon, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe për juve në studio dhe gjithë shikuesit e televizionit që në këto momente kanë filluar në fakt të ndjekin këtë tentative në 11 për konstituimin e Kuvendit. Tashmë numrat për konstituimin e Kuvendit kanë filluar të shkojnë në 2 shifror, megjithatë situata nuk po duket që po ndryshon, të paktën nga deklarimet dhe nga deputetët me të cilët kemi biseduar deri tashmë, ndonë se numri i tyre është shumë i vogël. Ata që kanë ardhur në Kuvendin e Kosovës sot në tentative në 11 për konstituimin e Kuvendit. Deri tash kemi parë pak nga lëvizja vetëvendosje, megjithatë goxha të rezervuar për të deklaruar për media, derisa të partive të tjera nuk kemi parë ende që kanë ardhur këtu për të jamsyer më pastaj sallës së Kuvendit të Kosovës. Megjithatë ka qenë ish ministri i bujqësisë Faton Peci, i cili është deklaruar pak më parë para mediave. I njëjti për historinë e Kuvendit të Kosovës tha që do të jetë me shumë gjas skenari pasi që vetëvendosja e ka në mendje të propozojë Albulina Haxhiun sërish për kryekuvendare, derisa më shumë foli për disa akuzat që së fundmi janë bërë në drejtim të tij për keqpërdorime në Ministrinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë. Atu ky ministri Peci pra ka udhëhequr që 7 vjet. Sipas Pecit është i vetmi ministër që ka marrë kaq shumë akuza, pasi sipas tij është ministri që ka marrë edhe mbështetje të madhe nga zgjedhjet e fundit të 9 shkurtit në Kosovë, andaj edhe ka kësi akuza për keqpërdorime milion
punëshe, megjithatë ai tha që megjithatë do të përballet gjatë kësaj jave dhe është i gatshëm për deklarim në prokurori për gjitha dyshimet që janë bërë në drejtim të ministrisë me të cilën ka udhëhequr Peci. Tash po i presim edhe deputet të tjerë, kemi parë pak më parë Saranda Bugujevci, emri i saj është përmendur si opsion për kryekuvendare nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Megjithatë Saranda Bugujevci as sot nuk foli para mediave, në herën e kaluar ka thënë që do të flas pasi që të përfundoj seanca, megjithatë kështu nuk po ndodh me deputetët e televizjes vetëvendosje, pasi kur po përfundon seanca, ata zakonisht po e zgjedhin hyrjen mes hyrjes ku jemi ne dhe hyrjes nga sheshi kryesor i Prishtinës, aty ku mediat e kanë të pamundur që t'i ndalin për deklarime. Kështu ndonë si kemi thënë zonjës Bugujevci herën e kaluar pse deputetët e vetëvendosjes po e zgjedhin pikërisht hyrjen pa media, ajo ka thënë që për shkak të obligimeve që kanë si deputet. Të tjerët po i presim, po e shohim Armend Muja është kogja larg, por shpresoj që do t'i ofrohet pak më vonë hyrjes së kuvendit, derisa të tjerët tashmë po kalojnë këndej për të parkuar fillimisht diku ka hyrje të kuvendit e më vonë për të ardhur këtu te Tepiu i Kuq, ku është shtruar tashë 11 herë për t'i pritur deputetët që po vinë këtu në seancën konstituive, por me skenarin e njëjtë kur vetëvendosja propozon ose Albulina Haxhiun për kryekuvendare ose votim të fshet i cili nuk po kalon as për të bërë komisionin në fakt për të vazhduar tutje me votimin e fshet. Ne po ju lëm kështu në lidhje direkte dhe padyshim nëse do vije dikur nga deputetët do t'ua kalojmë linjën juve. Patjetër, faleminderit shumë Shëndresa për këtë lidhje direkte. Çfarëdo që kemi të reja nga kuvendi do t'ju lidhim përsëri direkt për zhvillimet e fundit dhe sa duket për herë të shtatë Albulina Haxhiu do të tentoj të marrë votat për të ulur në karrigën kryesore të organit legjislativ ardian. Kështu ka deklaruar dhe Faton Peci, zyrtarisht do të jetë kandidate edhe për ditën e sotme Albulina Haxhiu. Qysh po e shohim, këta deputet po kanë qef me sfilu, me kalu në për atë Tepin e Kuq sa ma shpesh. Po kush po ka qef ma shumë? Kush po ka në qefat tapet të Kuq ma tepër? Me gjithë së bashku se çështja ka ngel aty ku ka fillu, edhe s'ka lëviz asnjë moment tutje, kështu që gjithë nga pak po sfilojnë, dikush më shumë e dikush më pak, por me gjithat vlen të theksohet se kjo është komplet një strategji e Zotrit Kurti, nuk është rastësi jo vetëm për të nxjerrë opozitën keq përmes Albulina Haxhiut, sepse dihet që opozita nuk e voton Albulina Haxhiun, por Zotri Kurti luan një strategji edhe të brendshme brenda vetëvendosjes. E kemi Zotrin Konjufca, të cilin e nxjerri me ble vota nëpër deputet, pastaj e kemi Albulina Haxhiun, e cila ka marrë diku 300.000 vota, dhe Zotri Kurti nuk lejon të ketë njerëz me forcë vote brenda partisë së tij. Ai ka nevojë për servil, ka nevojë për njerëz të cilët nuk ja prishin për çfarë do urdhrit që ju jep të mbarojnë punë. Madje kemi shkelje të shumta ligjore në të cilat është i implikuar edhe vetaj, ose lirisht mund të themi kanë ardhur përmes urdhrit të tij, të cilat dita ditës po dalin në pa. Kjo çka do ndodh sot është epilogu i njëjtë i gjithë këtyre 10-11 rasteve të kaluara, e që është për keqardhje. Unë besoj që presidentja patjetër duhet të tregoj rolin e saj kushtetues dhe duhet të ndërhyjë patjetër, ose opozita duhet të bëjë një kërkesë në qoftë ndaj presidentes, qoftë ndaj gjykatës kushtetuese në mënyrë që të zhbllokohet, sepse e shohim që Zotri Kurti don me shku kështu në pafundsi. Mirë, ndalemi pak tek votimi i fshet. Sa është demokratik votimi i fshet që është kërkuar 2 seancat e fundit nga lëvizja vetëvendosje? Po në rregullore parashit votimi i hapur dhe votimi i msheft. Të dyat janë metoda demokratike të votimit. Mirë po, seanca konstituive është kasafort e mbyllur. I ka 3 pikat e rendit ditës. Është betimi, zgjedhja e kryetarit, zgjedhja e nënkryetarit. Kjo është në quhet parashikueshmëri juridike. Kur kini parashikueshmëri juridike, është me një rend të caktuar dhe nuk mund të, as nuk lejohet debat, as nuk lejohet asgjë. Domethënë është një rend i ngurtë i cili nuk mund të hapet ose të ndryshohet në mes. Aja që ka përkërkohet
kërkon që të ndryshohet procedura e votimit në mes të një seance e cila teknikisht është një seancë. Ashtë drejt kjo? është kërkesë politike, mi po ligjërisht nuk lejohet një gjë. Sigurisht që këtë e din dhe lëvizjave të vendosë që nuk lejohet ligjërisht, po pse po kërkoj një gjë të tillë? Po janë duke u mundu me gjetë mënyra, nuk është këto qëllimi i zgjidhjes situatës. Qëllimi është i lojrave politike... I zgjatjes, zvarritjes e procesit? është zvarritja e procesit dhe gjetja e mënyrave qysh me qitë palën tjetër keq. Tashti, në këtë rast, e kemi që palat mazhoranca, lëvizjave të vendosë, po thotë që ata nuk kanë frikë të shkojnë në votim të msheft. Kur çështja është ma shumë juridike dhe procedurale. Po të duhej që të votohej në mënyrë të msheft, së pari, kjo seancë duhet të mbyllet me anë të një shumice thjesht, të bëhet kërkesa tek presidentja për inaugurimin, për thirrjen e një seance tjetër konstituive, në fillim të asaj seancën konstituive, bëhet votimi për votim të msheft dhe mandej mund të votohet. Por momentalisht sa jemi në këtë seancë, nuk ka gjasa ligjërisht. Këta mund të votojnë, po kushdo që sfidon këto në gjykata, gjykata do të shpallë të pavlefshme. Pse po tenton një votim të fshet lëvizjave të vendosje, Ardian? Sa i përket rregullore së kuvendit, Adriani veç e shpjegoi shumë bukur që nuk kanë të drejtë me bëni gjë të tillë. Përkundër që e din lëvizjave të vendosje. Nuk don shumë analizë ky farë veprimi. Zotri Kurti për mrapsht është shumë i zoti, ndërsa për mbare kemi pa këto 4 vite se çka ka vyft, s'ka vyft asnjë gjë, s'ka bo asnjë projekt madhor cilin ja shehojrin popullata ose Kosova, përkundrazi jemi në regres në çdo aspekt, dhe zotri Kurti përmes votimit të fshet tenton të përçojë opozitën edhe më tej, sepse shpreson ose ndoshta edhe i ka premtuar dikur se do ja votën në mënyrë të fshet, por ato gjasa janë të pakta dhe ky tenton që përmes votimit të fshet... Ka emra? Kush flitet që mund nuk ka emra, veç që po supozoj që ka mundësi. Sepse kështu ka thënë dhe Glauko Njufca para disa javësh, ai ka deklaruar që janë disa deputet të partive të tjera opozitare apo të ish opozitës që do të donin, por nuk kanë guximin për shkak të partisë të tyre. Nuk ju besoj deklaratave të tyre, sepse ata e kanë topin. A janë nisë nga kjo bindje që ndoshta dikush do të votoj Albulina Haxhiun në Fshehu Razi? Jo, pa dyshim që nuk janë nisë nga kjo bindje, sepse kur bën pazar politik me dikon, mirë është vesh për po ose jo, edhe këtu nuk ka as po, ka vetëm jo, dhe kjo është komplet lojë politike, ku këta mundohen me degradu partit PDK-n, LDK-n, Aleancën, sepse në qoftë se vetëm një deputet nga këto parti voton fshat qohtë edhe aksidentalisht. Kemi, Ardian, të lutem, Artë Bërexha, deputet i lëvizjes vetë vendosje, ta dëgjojmë dhe kthehemi. Kandidatën zonjën Albulina Haxhiu. Sigurisht votimi fshat nuk është shkelje as ligjore, as procedurale, edhe besoj që do të shkojmë në njëjtën formë. Subjektet politike tashmë i kanë qëndrimet e veta, unë nuk e kuptoj pse nuk hyjnë në votim të fshat. Dhe ndoshta kjo na shtyn në idenë asaj që ata mund të kenë frikë ndoshta nga deputetët e tyre. Mirë, po nuk e besoj këtë. Pra, të shkojmë me votim të fshat, vullneti i deputetit është vullneti i qytetarëve, prandaj edhe ta zhbllokojmë këtë pjesë për të kaluar te pjesa e qeverisë. Faleminderit shumë. A do një iniciativë për të takuar sërish apo për të ftuar partitë politike që kemi parë më? Po kjo çështje është e kryetarit tashmë, kryetarit ton, kryeministrit Kurti, i cili besoj që e pati një iniciativë të tillë, duke i thirrë liderët që të konsultohet. Kësa iniciative ju përgjesh vetëm një, domethënë, subjekt politik, siç është Partia Demokratike e Kosovës, pra kryetari i saj zotri Krasniqi, ku diskutimet kanë qenë transparente. Aty nuk u përgjegjë pra Lidha Demokratike e Kosovës, madje e konsideroj si humor. Unë mendoj që duhet gjenden mënyra, rrugë, tentime të ndryshme që ta zhbllokojmë këtë situatë. Faleminderit shumë. Sepse me qenë se pra janë këto numra cilat janë tashmë, e që cilat ju po i shihni, mund të ketë deputet i cili pra vendos me vullnetin e vet për ta zhbllokuar.
sepse subjektet politike pra kanë qëndrimet e tyre mbajnë anë, ndoshta thash në vullnetin e tyre politik, mund tjetë ndonjëri i cili pra vendos që ta zgjedh kryetaren e kuvendit të konstituohet pra kuvendin tërësi dhe të vazhdojmë procedura tjera. Keni bisedu me ndonjë deputet individualisht, po ha mendoni që mund të ketë të tjerë? Po ne po e lëm në vullnetin e lirë të deputetit, vullneti i lirë i deputetit është vullneti Studio pas shtetarit. kësaj që dëgjuam, shumë të vendosur që nuk është shkelje ligjore sipas lëvizjes vetëvendosje, kush duhet t'u tregoj të dalë dhe t'u tregoj lëvizjes vetëvendosje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që kjo është apo nuk është shkelje ligjore. Ti mbetet kjo barë, me qenë se këta mes vete nuk po dakordon dhe ndoshta edhe nuk e din lëvizja vetëvendosje që kjo mund të jetë shkelje ligjore pra votimi i fshet. Barra i mbetet një minimumi intelektual për me lexu rregullorën e kuvendit. Besoj që të gjithë deputetët kanë këtë minimum logjik. Po pse ky vetbesim nga ajo se çfarë deklaroi deputeti? Kjo është strategji politike, nuk ka të bëjë këtu me një mungesë të njohjes së procedurave. Kjo bëhet për qëllime politike, propagandistike, në mënyrë që pikërisht kjo, domethënë deputetët janë të hidhet fajt tek pala tjetër, gjaja se janë duke i mbajt deputet, dëgja, nuk ka mundësi që deputet të partive tjera të votojnë pro kandidatës, ose është, themi kështu në gjuhë pak ma korrekte, është jashtëzakonisht pak e mundshme që deputet të votojnë, për arsye se... Edhe nëse është votimi fshet? Edhe nëse është votimi fshet, deputet, ose janë deputet të vjetër të cilët kanë një bagazh politik, ose janë deputet të ri të cilët duhet Ka një frymë të re. Duhet janë mbrana strukturës partijake. Domethënë, në çdo grup parlamentar ekziston ajo që quhet si group thinking. Dhe se është shumë vështirë të dalësh ti jashtë këtij group thinking. Qëndrimet politike janë të njohura, është më shumë një ndërskamc e cila po shfrytëzohet për një sulm të ri ndaj opozitës, por nuk është ndonjë dëshirë për... Mund të vazhdoj apo jo? Po, sepse kemi dhe lidhje tjetër direkte, po nëse ke diçka përshtuar Ardian Lirë. Po, e shoh këtë si një hap më tutje të korrupsionit, përveç korrupsionit financiar i cili ka ndodhur në skandale të shumta të qeverisjes Kurti 2, ky është një korrupsion politik dhe përmes korrupsionit politik ata mundohen të degradojnë pra vetë e pom zotin Reza i cili insiston pra në votimin e fshehur dhe thot që gjasme kanë frikë nga grupi i tyre parlamentar disa deputet, prandaj e kemi bërë këtë formë të votimit. Thjesht duan të krijojnë destruktivitet, sepse unë e them shumë shpesh këtë shprehje, por ajo zë vend, ujë ku do mjegull, dhe zotri Kurti don vetëm përçarje dhe mjegull në mënyrë që të dali triumfues përmes kaosit. Përndryshe, ata që janë triumfalist ose njerëz fitimtar, ata kanë strategji të mirëfillta, kanë marrëveshje të mirëfillta dhe kanë program të mirëfillt në mënyrë që të qoftë konstituojnë kuvendin, por qoftë edhe të krijojnë pastaj qeverinë, por zotrit Kurti mungon çdo gjë, madje nga autokracia e tij, përveç që ka luftuar opozitën në çdo formë, tani po i lufton edhe krerët e vetëvendosjes, duke u munduar ta djeg edhe Albulena Haxhiun, siç e dogji apo e përvloi pak edhe Gleu Konjufcën përmes korrupsionit politik i cili deshti me ble vota deputetëve. Qartë. Mirë, lidhemi tani me kolegun ton, Flamur Gajtani, i cili ndodhet pashtu në një prej hyrjeve të Kuvendit të Kosovës, dhe shohim se cila është atmosfera atje. Flamur, përshëndetje, na trego cilat janë të rejat e fundit që vinë nga Kuvendi i Kosovës, në fakt ky ndodhet brenda Kuvendit. Po, në fakt, tash 11 herë, në 11 tentimet me atë të sotmin, unë e përcjelli bashkë me operatorët e Klan Kosovës zhvillimet në seancën konstituive për legislaturën e 9 nga balkoni ose lozhi i Kuvendit të Kosovës. Edhe sot, pra, jemi këtu nga ora 9 për të parë si përgatitjet pashtu edhe zhvillime që do t'jenë bashkë edhe me kolegët gazetarë nga gjitha mediat në vend. Vlen të teksohet që në mungesë të një marrëveshje politike në mes të partisë që ka marrë më shumë të vota në zgjedhjet e nënshkurtit, lëvizjes dhe vendosje dhe ndonjë partie tjetër, skenari pritet që të jetë ai i njëjti, pra të përsëritet
në dy dështimet e fundit faktikisht të cilat ndodhen për shkak të kundërshtimit të partive që deri dje ishin në opozitë në lidhje me mënyrën e votimit me qenëseve të vendosje. Në dy tentimet e fundit ka kërkuar që të dalë në votim të fshat, pra me flet votime fizike, ku deputetët se cilin për i tyre që u thirrat emrit dalin nga ulësit e tyre, marrën një flet votim, futen në njërin nga dy kabinat të cilat janë të improvizuara, do të bëhen të improvizuara nëse ka lënë komisioni për votim të fshat, dhe me pas japin krejtësisht në mënyrë private votën e tyre në flet votim dhe të njëjtën e fusin në një kuti e cila pritet të vendoset, pra nëse krijohet ai komision brenda kutisë, dhe me pas të njëjtat numërohen secila një nga një. Faktikisht në dy tentimet e fundit ka dështuar që të krijohet ky komision, meqense vetëm lëvizjave të vendosje ka dhënë përfaqësuesin e tyre në këtë komision që është propozim Kuran Murati, dhe partitë e tjera jo serbe, pra nga minoritetet jo serbe kanë dhënë përfaqësuesit e tyre, por jo edhe PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Faktikisht, këta kanë kundërshtuar që krijimi i komisionit, por edhe votimi në mënyrë të fshat është shkelje ligjore dhe kushtetuese, dhe në rast do të krijohet edhe pa votat e tyre, të njëjtin do ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese, siç e ka paralajmëruar edhe LDK-ja. Derisa po ashtu qëndrimet e njëjta ka pasur edhe nga lista serbe, bile në seancën e fundit vetë deputeti nga radhët e listës serbe Igor Simić ka thënë që faktikisht jeni mësuar i ka akuzuar lëvizjen vetëvendosje me shkelje ligjore në 4 vitet e shkuara, dhe sipas tij nuk duhet lejohen shkeljet e tilla, meqense është shkelje ligjore edhe kjo. Mbetet të shihet pas parasysh deklarimet e lëvizjes vetëvendosje, përveç se kanë thënë që presin reflektim nga partitë e tjera, nuk ka pasur ndonjë angazhim tutje për të arritur ndonjë marrëveshje për të siguruar 61 vota, sa është dhe plago minimal për votimin e kryeparlamentare që do t'i hapte rrugë më pas edhe në kryetarëve së dhe krijimit të qeverisë. Mirë, Flamur, të falemderit shumë për këtë lidhje direkte dhe këto informacionet që i solli. Flamuri miqdashur dhe kolegët të tjerë do t'ju presim me njëherë në ora 10 në një seancë, në një emision special që do të organizohet nga Klan Kosova enkas për këtë seancë. Ndërkaq ne kthehemi në studio dhe marrim qëndrimet e fundit. Si presim që të reagojnë partitë të tjera, në këtë rast dhe Partia Demokratike e Kosovës, të cilët patën një takim të shkurtër, pra mes Mehmeti Krasniqit si dhe Albin Kurtit? Mendoj se ato i kanë bërë të qarta, takimet formale vetë pro forma nuk çojnë askund. Dëgja, vendimi i gjykatës kushtetuese në vitin 2014 ja ka dhënë monopolin e propozimit të kandidatit për kryeparlamentar partisë më të madhe, në këtë rast vetëvendosjes. Mi po të njëjtën kohë, ky monopol vjen me një filtr, nuk i ka dhënë blank check të bardhë, vjen me një filtr, ai filtri është 61 vota. Thotë, okej, e keni monopolin, mirë po, duhet të kaloj nëpërmes filtrit të 61 votave, shumicës absolute. Dikur 4 vota i duhen Albulinës. Por derisa Chelsea është 61 vota. Ky është filtri ligjor që është vendos. Tashti për derisa nuk arrihet ky filtr dhe je në kërkesë të votave tjera. Kjo kërkesë, do thotë, në gjykata kushtetuese ka bën një gabim shumë të madh që ja ka lënë aty shkruhet deputetët duhet që ta gjejnë një zgjidhje. Është një farlloj, nuk është kja, është një farlloj mase juridiko-morale. I ka lënë një obligim moral deputetëve. Mi po nuk ka procedurë se si ky obligim moral përkthehet në një procedurë konkrete. Është e parapamet që me shku në punë edhe mos me dash me punu, veç mos me konë diçka në Terezi njeri. Edhe kjo është, besoj edhe gjykata kushtetuese ka menduar që duhet konstituohet ku vendi ata deputet janë për të bërë zgjidhje për popullin, për të bërë politikë, politika është arti së mundshme, jo për të bllokuar këtë rast, duhet me avizatu krejt. Vetëm edhe pak minuta do të ndodhë gjithçka dhe shpresojmë që kanë shkuar në punë për të punuar gjatë ditës sot me deputetët apo jo. Faleminderit shumë që keni qenë pjesë e emisionit për sot. Ardian, faleminderit shumë. Krejt në fund parashikimi i motit. Moti mundsohet nga To You, Tasty Food dhe nga Hep's Fried Chicken.
Shpejt e shpejt, miqdashur, shohim se çfarë temperatura do të mbizotrojnë sot në vend. U gënë që të vazhdojmë të kemi motë të ndryshueshëm, rrezet të diellit me vranësirat e herpashershme. Minimalet po e shohim në shtetin e Mitrovicës me 12 gradë, maksimalet e ditës i kemi në Prizren me 24 gradë, po ashtu në Pej me 26 gradë Celsius. Faleminderit Lorina. Faleminderit. Miqdashur, jemi krejt në fund dhe shpejt e shpejt një falëndrim shumë special për gjithë mbështetësit e emisionit tona. Gjibadem është një grup shëndetësor lider me 24 spitale dhe 15 klinika ambulantore në 5 shtetet të ndryshme të botës e për pacient nga Kosova. Zyra informative në Prishtinë siguron qasit të lehtë dhe asistencë për kujdes shëndetësor të standardeve më të larta. Fluturoni nga aeroporti ndërkombëtar i Tiranës dhe përjetoni botën sikur më parë me 113 destinacione direkte